Përnderë të ditës ndërkombëtare të librit për fëmijë, për emisionin Reader, sot do prezantojmë një libër për fëmijë. Fëmijët pëlqejnë mjaft shumë librat fantazie aventurë. E libri që do prezantojmë sot i ka të dyja. Sot do të flasim për librin Aventurat e Lenës dhe Trillit nga Maria Parr. Maria Parr është një shkrimtare norvegjeze. Shkruan libra për fëmijë ku ka edhe disa tituj, disa çmime në fakt të librit për fëmijë. Libri që do prezantojmë sot ka 20 kapituj e që përshkruan aventurat e dy personazheve kryesore. Lena dhe Trilli janë personazhet kryesore të këtij libri. Lena është shoqja e ngushtë e Trillit. E thuhet që po ta kesh Lenën shoqe, atëherë është shumë e vështirë ta kesh një ditë të zakonshme. Nga si Lena është shumë avanturiere dhe ka qef shumë aventurat, e po ashtu ka qef që fantazia e saj të bëhet realitet. Ngjarja zhvillohet kryesisht në Norvegji dhe jo shumë larg detit, po në një ferm. Ata bëjnë diçka jo të zakonshme gjatë ditës. Për shembull, ata kanë krijuar një teleferik që e lidh shtëpinë e tij dhe shtëpinë e saj. Madje luajnë edhe luftën e dytë botërore. Se si e luajnë ata, do ta zbulonin në libër. Përveç tjerash, ata shpëtojnë edhe personazhe të tjera të këtij libri. Gjyshin, xhaxhajen, babin, nënën e gjitha personazhet të tjera. Domethënë janë shumë fëmijë të guximshëm. Ngjarja zhvillohet në Norvegji dhe jo shumë larg detit, por në një ferm. Trilli dhe Lena krijojnë aventura të cilat ani pse janë të rrezikshme, janë edhe të çuditshme në të njëjtën kohë, por edhe shumë të mira për t'u lexuar. Ata kanë ndërtuar një teleferik që lidh shtëpinë e tyre, shtëpinë e njëri tjetrit pra, po ashtu luajnë edhe luftën e dytë botërore. E si e krijojnë ata luftën e dytë botërore si lojë, ndoshta tingëllon pak diçka që është gati e paraqme. Mirëpo, Maria Parr, shkrimtarja e këtij libri, na tregon mjaft mirë se si fëmijët dhe imagjinata e tyre mund të arrijnë të krijojnë edhe të bëjnë një lojë e cila ne të rriturit nuk e dimë. E të krijosh luftën e dytë botërore si lojë, këtë din ta bëjnë vetëm fëmijët, për shkak të imagjinatës së tyre të madhe që ata kanë. Dhe jo vetëm luftën e dytë botërore, por edhe shumë lojra të tjera. Mirëpo këtu fokusohet edhe shkrimtarja Maria Parr, ku shpjegon se si fëmijët dhe imagjinata e tyre deri ku mund të arrijnë. E në njërin prej kapitujve, patjetër që edhe trishtimet dhe fatkeqësitë janë pjesë e jetës. Shpjegohet se si ata kanë pasur ditën më të trishtueshme të jetës së tyre. Se çfarë ka ndodhur në ditën më të keqe të tyre, ju duhet ta lexoni librin. Për shkak të aventurave të tyre të jashtëzakonshme, ndonjëherë duket sikur ata janë në një rrezik shumë të madh. Mirëpo, nuk janë vetëm personazhet kryesore, Lena dhe Trilli. Kanë edhe gjyshin pirat, gjyshja e cila ju përgatit gjithmonë petulla me zemër, babi, xhaxhaja e shumë personazhe të tjera, të cilat vinë dhe i shpëtojnë personazhet kryesore. E lexuesit tanë të vegjël do ta pëlqejnë këtë libër mjaft shumë. Për arsye që atë që thash edhe në fillim, ka shumë aventurë dhe fantazi në të njëjtën kohë. E këtë të dojnë fëmijët më së shumti. Librin do e gjejnë në librarinë Lugaxhini, apo mund ta bëjnë edhe porosi online.